të ri. Shqiponja po ashtu kërkon një rifreskim. Zëvëzëtori policisë që mbulon krimin, po ashtu performancët dobët sidomos për call centrat, janë prapë të njëjtat problematika dhe fenomene. Gjithmonë call centeri prapë. Po pra, sepse ka qenë kryefjalë edhe drejtori, edhe mbledhjen që ka pasur, siç kam unë informacion, me drejtorinë e qarkut Tiranë, sapo është emëruar 2-3 ditë, me urgjencë ka vajtur, ka bërë një mbledhje jashtë rradhe, jashtë agjende dhe ka vënë ultimatumin. Pse? Sepse është kuptuar, ka rezultuar që call centrat kanë funksionuar në bashkëpunim me... Që ka një përqindje, mund të them 7% e call centerve janë zhdukur nga Tirana. O janë mbyllur, o kanë ikur disa prej tyre, pastaj janë larguar... Janë larguar se po e kuptojnë që po goditën. Janë larguar në periferi ose qytetet tjera, po në Tiranë jo. Pra ky është sinjali i parë, vetëm nëpërmjet tyre lëvizjeve dhe ultimatumeve që u la. Tani, nga ana tjetër shikoj antiterrorin edhe shikoj operacionalen. Tek operacionalja vjen Alban Dauta, i cili nuk është përfolur asnjëherë me problematika lidhe me integritetin, me banda, me narkotike etj. Përkundrazi, është një nga personalitetet të policinë e shtetit që ka pas më shumë kontakte gjatë gjithë këtyre viteve nën drejtori dhe pastaj drejtori antiterrorit me organet ligjzbatuese dhe inteligjente të huaja partnere që ne kemi në Shqipëri, sepse ashtu bashkëpunojnë për çështjet e terrorit. Po ashtu dhe Monsula, i cili ju e pat problematikën që i ndodhi kërcënimet që patin në Shkodër si drejtor nga ana e disa organizatave kriminale aty, rikthimi prapë në drejtori dhe tani kthehet prapë dhe merr drejtimi antiterrorit. Kështu që këto janë dy pika nevralgjike që duhet, me sa kuptoj unë, janë përzgjedhur njerëz të cilët kanë treguar jo vetëm shmangjen, largimin nga fenomene që ne i kemi përgojuar e përmendur e përfolur, por edhe gëzojnë reputacion edhe çështjet e integritetit edhe nga partnerët ndërkombëtar. Po ashtu rikthehet Erion Ametaj, i cili ka qenë drejtor në Korç, ishte shkarkuar me vendim gjykate, me ekzekutim të menjëhershëm të përkohshëm, u rrëzua ajo narrativ e cila e shkarkonte atë si drejtor, jo si efektiv i lartë i policisë shtetit, e tashmë rivuri dinjitetin e tij dhe për shkak të rezultateve që ka pasur duke vajtur i komanduar në drejtorinë e qarkut Fier. Kemi komisariatin nëmër 2, nuk e di pse i thon komisariati, doja mendimin tuaj, zoti Manjani. Komisariati 2 është komisariati luksit. Çfarë do të thotë komisariati 2, cilësohet si një njeri përkëdhelur nga eprorët e tij. As Manjani se di këtë, është dilem me sa duket kjo. Doja ta ndaja. Që nga si pulla burgut Durrësit kjo, komisariati 2, që të gjithë duan shkojnë atje. Janë lokalet, janë bizneset, janë qendrat kryesore sociale, ekonomike, ajo na ka gjithë më duket. Po ka dhe në një kështu në një. Dhe si duket duhet ndrohet her pas here sepse shikohet një lloj afiliacioni i cili nuk duhet të ekzistojë. Nëse i lë gjatë pastaj fillojnë edhe gjërat fillojnë të trashën edhe nuk duhet të jenë. Tani për ta kuptuar, tani çfarë është kjo? Është reformë, është fshes apo është rrokat? Se janë të njëjtat emra. Asnjë nga këta nuk është hequr nga policia e shtetit. Pra të gjitha thjesht janë transferuar e bërë rrokat midis tyre. Por kemi një problem, për shembull, një nga drejtorët e policisë që kanë dhënë dorëheqjen si të tillë, po jo si efektiv policie, pra janë larguar nga radhat e policisë së shtetit, janë përzgjedhur drejtor në të kaluarën në mungesë të kritereve. Nuk e di kush i ka firmos të, nuk e di kush do mbaj përgjegjësi, por me të ardhur drejtori i ri ka parë kriteret, i ka thënë si e emëruar këtu ti, dhe i ka thënë po jo kështu më emëruan, ka dhënë dorëheqjen dhe tani do vazhdoj në një detyrë tjetër. Tani edhe këto gjëra kanë ndodhur, duhet ta themi, një organizatë e madhe, por ndodhin edhe nga këto gjëra. Për çfarë bëhen të gjitha këto ndryshime? Për shkak të një eprori të ri, ka të bëjë me performancën apo për kontroll më të madh? Jo, shiko, do të ndrojë shpurën e vjetër të drejtuesve, sidomos të nëndrejtorëve. Tani ende nuk ka filluar me drejtorët, për shkak se drejtorët duhet ndryshojë ligji. Ligji nuk përkon me dinamizmin e punëve të policisë shtetit, po është një ligj që kërkon konkurse, që kërkon nga 60 ditë, jo shpallje, jo kjo, pra vonon shumë në kohë që ti të heqësh një drejtor dhe të vendosësh të emërosh një drejtor tjetër, sepse duhet ta kalosh të. Deri tani janë zëvendës drejtorë, dhe më së shumti janë zëvendës drejtorë të krimit, sepse ai është kryesorja. Pra ai është dhënë fokusi kryesor është krimi, me sa kuptoj unë. Janë të gjithë zëvendëstorët e linjës kriminale, pra nuk janë të rendit publik dhe të sigurisë, po janë të linjës kriminale. Këto do të thotë që po fuqizohen, sidomos këto edhe për turizmin, mendoj, sepse jemi përpara një fushate turizmit, që do shpalosen edhe një sër plane masash etj. Vlora, shikoj Beratin, turizmi ju dini që pati një problem vjet në Berat, shikoj Shkodrën po ashtu etj. Tani të shohim. Mirë, tani një gjë dua të kuptoj, këto lëvizje i bën drejtori i ri i policisë apo janë vendimarrje politike? Kam fjalën këtu edhe për AMP-n. Më fal, deri në këtë nivel që ne folëm deri tani janë të gjitha lëvizje
në kompetencën e drejtorit përgjithshëm të policisë Po AMP-ja? AMP është e Këshillit Ministrave. E Këshillit Ministrave. AMP-ja është e Këshillit Ministrave me propozim të ministrit të brendshëm. Tani te AMP-ja, Klevis Qose, ish drejtori përgjithshëm i burgjeve që ka qëndruar në atë detyrë rreth 2 vite le të themi, po një sër skandalesh ndodhen në periudhën e fundit kur ai drejtonte burgjet, ishte arratisja e Altin Docit, ka patur pastaj sekuestrimi i asaj fermës të kanabisit ku ishte i përfshirë një tjetër drejtor policie. Pra si shpjegohet rikthimi i tij në krye të AMP-s, një strukturë që është e ndjeshme le të themi? Tani më duhet të them diçka fillimisht. Eduard Merga ishte një nga figurat më të spikatura të policisë shtetit në shumë prej detyrave të larta të policisë kriminale, kufiri etj. Po? U prit mirë që u emëruan ato detyrë, edhe filloi ato lëvizjet e para, nuk se pati kosto në lidhje me një emërim i cili ishte nga paraardhësi i tij, u përmend sot në media që mund të ishte kosto për jo, nuk mendoj se është ajo, përkundazi bëri kallëzimet penale, bëri gjithçka. Filloi me ato lloj aksionesh, edhe hetimesh, edhe referimesh që bën agjencia, pra nuk pati ndonjë problematik që të themi po shkarkohet. Di që do shkojë në një detyrë tjetër, pra nuk është se u shkarkua për ndonjë problematik, po do kalojë në detyrë tjetër, dhe emërimi i ish drejtorit përgjithshëm të burgjeve që unë jam habitur kur e kam dëgjuar. Pse u habite? Po sepse nuk mendoj që ishte personi i durur për të emëruar në AMP. Për shkak të problemeve që kanë pasur burgjet, ankesave, denoncimeve që ka pasur nga të burgosurit. Shikoni, burgjet ka një problematik të cilat me ministrin e ri mendoj se po luftohen, e kam diskutuar përpara rreth një jave, sidomos lufta kundër korrupsionit në burgje është shumë e theksuar. Pra korrupsioni si fenomen dhe lufta duhet shtuar më shumë. Edhe zoti Klevis Qose i ka lënë pra burgjet në një moment shumë kritik. Pikërisht. Në një moment ku kishim ankesat të jashtë. Ndaj të pyeta pse tek AMP tani që është një strukturë shumë delikate dhe kyçe. Të arratisjeve e kultivimit, cilat në mënyrë indirekte që me qëra fjala për Altin Doci nuk dihet ende se ku bëhet sot e kësaj dite. Bëhet fjalë fare. Nuk ka asnjë informacion, ajo arratisja spektakolare. Me kontrollet e reja që bëri drejtori i ri i përgjithshëm i burgjeve, ju e pat se sa celulare, sa thika e sa mjetet të tjera të mpreta u gjetën nën dysheqet, nën teshat e të burgosurit. Do të thotë që ishte një liberalizim i plot dhe sigurisht secila për atyre thikave, secila për atyre sendeve të ndaluara, është futur në atë burg me para. Kush i ka marrë këto para? Nuk po them që ka përgjegjësi direkte Klevis Qosja, por ka përgjegjësi morale dhe zyrtare administrative. Dhe për shkak të gjitha këtyre problemeve, unë nuk di kush e ka garantuar, kush është ai që ka vajtur dhe ka lobuar tek kryeministri shqiptar për këtë person që të shkojë në AMP. Jo, është për mua është që AMP-ja thjesht për t'ia shpjeguar pozita e tij mbi problematikat që kanë pasur burgjet dhe çfarë ka lidhur këtë me ato problematika, nuk mundet ta emërosh dot një detyrë tjetër ku ai të fillojë të kontrollojë 12 jo sa janë burgjet, çfarë bën AMP-ja? Po 12.000 oficerë të lartë dhe të mesëm dhe bazë të policisë shtetit si organizatë. Ja. Pra kjo është detyra AMP-s, të kontrollojë të 12.000 policët në Shqipëri. Pra është një ngritje në detyrë në një farë mënyrë për Klevis Qose. Është ngritje në detyrë për të, por koha do ta tregojë se sa un kam drejt ose jo. Mirë, dakord, e vërtet. Thjesht për ta kuptuar, pyetja fundit këtu. Pra këto lëvizje janë për të zgjidhur probleme kyçe në polici apo për të vendosur, së di, njerëzit e dur në këto? Jo, nuk shikoni. Ende nuk ka. Ka një valë të dytë dhe të tretë që pritet deri, mendoj unë. Pra do ketë lëvizje të tjera? Patjetër, sepse këto janë nivele, nuk mund të them nivele të larta, shumë të larta të policisë shtetit. Po unë mendoj që duhet priten edhe për shkak të mbarimit të mandatit departamentet, do priten drejtoritë e qarkut. Kuptoni? Pastaj ka lëvizje policia pra me drejtorin e ri. Kam ndjeni unë, po nuk janë futur në për njoftime për shkak se janë rutinë, lëvizje ka çdo ditë. Nuk përbëjnë lajm. Ka me 10, po jo, pra se janë të nivelit bazë dhe të nivelit mund të them të mesëm, që nuk përbëjnë lajm dhe nuk kanë atë rëndësi, por ai shikon në kuadrin e shumë qarkullimeve që bën çdo drejtor sapo merr detyrën edhe në vijim. Mirë, ka disa lëvizje policia me këtë emërimin e ri të hitajt, në një farë mënyrë. Problemi është këto të mos jenë, është një punë shumë e mirë e call centerëve dhe ishte kryefjalë e tij, ashtu që kemi përmendur edhe ne këtu në studio. E pastaj çike do fillojnë dhe me lëret e fatit e këto e bashkëpunimi që ka. Në fakt drejtori i Lezhës u dha dorëheqjen pas një aksioni për lërat e fatit. Patjetër, që mesazhi vajti vet jo në email, po në celularin i vinë me, më thon ata s'do t'i përmend ndihmësit e tij dhe këshilltarët e tij që i vinë në celular. Pra një drejtori i përgjithshëm policisë sa merr detyrën me qindra mesazhe në ditë dhe ky duhet të i verifikojë dhe mbas verifikimeve fare
të zakonshme që bën, shikon që aty ka lullzuar në mes qytetit, mes ditës. Është bërnami, në një farë mënyre. Pra, dhe tani, kush mban përgjegjësi? Pra, kjo është në vazhdën e kësaj që po thoshim në lidhje me ndryshimet që ndodhin e tjera. Nuk po them që secili prej këtyre ndryshimeve ka një problematik mbrapa, po them që situata është e tillë që vjen edhe momenti i diktuar që duhet të ketë edhe ndrime të emrave me personalitete. Dakor, sjell ndonjë ndryshim ky të njëjtat emra që lëvizin në përpozicione apo duhet të presim diçka? Por diçka? do të ndahemi nga kjo historia që vjen një drejtor i ri 6 muaj punon fort, ndron etj dhe pastaj këtë do ta thoja në fakt, se kështu e nisin të gjithë, po pastaj bien në qetësi. Do të jetë një punë normale dhe ne s'kemi pse evidentojmë çfarë po ndodh asgjë, ai po bën disa ndryshime. Dhe këtyre të rinjve ju ka vënë disa objektiva, mendoj që duhet i realizojnë, do të realizohen, do ndrohen prapë. Mirë, tani Karamuç, edhe një gjë të fundit, se e kemi diskutuar gjatë në emision, atëherë kur plasi skandali i dosjes së Akshit, ka patur një sekuestrim nga ana e SPAK së fundmi para 2 ditësh, në mos gaboj një sekuestrim i madh. Çfarë është sekuestruar realisht dhe sa shkon vlera totale e kësaj dosje? Siç bëhet e ditur Regjia mund të ndroj pak nga vetë ledet. Prokuroria e posaçme shkon në rreth 40 milion euro në vlerë asetësh. Sigurisht kjo ishte e pritshme për shkak se kishte filluar të bëj hetimi pasuror, ajo që pason një hetim në lidhje me një grup të strukturuar siç e mendon deri tani SPAK-u, ata prezumohen, që mos flemi që janë grup strukturuar, prezumohen si të tillë, është zgjeruar grupi, edhe kjo është në një nga seancat ku vetë zoti Domani është thënë që ne presim që për shkak të zhvillimeve dhe thellimit të hetimeve do të ketë një zgjerim të personave të cilët janë përfshirë në këtë skemë të ashtu quajtur deri tani. Dhe ajo që kemi parë është që ka personat të tjerë të përfshirë. Dhe për çfarë pasurish bëhet fjalë? Janë prona, llogari bankare, biznese, mjete luksoze? Paluajtshme janë gjithçka. Gjithçka. Pra gjithçka që me një total prej 40 milion eurosh. Po, pak a shumë, sepse këto janë të dhënat të cilat janë publikuar dhe janë burime të hapura. Nuk di nëse janë nga ekspertët e tyre financiar ose janë të përllogaritura nga vetë burimet mediatike, këtë si të them. Por që deri tani kjo është një sekuestro preventive. Paraprake preventive? Që çfarë do të thotë sekuestro preventive? Shikoni, ajo parandalon mundësinë që këto të tjetërsohen, të shkojnë personave të tretë, do jetë shumë e vështirë më pas, ose sepse për shkak se pretendohet që mund të ketë dëm buxheti i shtetit nga gjithë ato që ka ndodhur, prokuroria ka legitimitetin e plot që ti bllokojë, ti sekuestrojë këto, deri në një moment të dytë kur pastaj gjykata në shterim të gjitha seancave, pra në seancat, po them në vijim të gjithë shurtimit, pra jo të hetimeve paraprake, të ketë të japi një verdikt nëse do të mbahen të tilla, do të kalojnë favor shtetit me konfiskim, apo do t'u kthehen disa personave apo të gjithë. Kjo mbetet për tu parë, dakord, nga hetimi. Një pyetje kam, ky është sekuestro ose është rasti më i madh nga goditjet e SPAK sa i takon sekuestrimeve 40 milion euro?